Të dashur shikues të Radio Televizionit Fontana, mirë se po takojmë në një emision më të ri të realizuar, ku kam fillu të bëj një kombinim ngjyrash ashtu në emisionin rreth krijimtarisë, ku sonte do të shoqëroj në studio për ju dhe për ne, i nderuar që është në studion ton, është zotri Argjend Osmanaj, i cili është profesor në shkollën gjimnaz, si dhe këngëtar së fundmi. Për të gjitha këto që do t'i diskutojmë së bashku, Argjendi është në studio dhe do të flasim së bashku. Argjend, përshëndetje. Përshëndetje Margon, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe ty që gjete kohën, ti je në studio, ku do të ndajmë shumë çka bashkë rreth mësimdhënies, si dhe rreth projekteve të tua të radhës, të realizuara, ato të planifikuara për realizim, për këtë fillimin e sezonës tash që veç jemi duke hyrë. Gati me anis. Gati me anis, kështu që mirë që qenë ke edhe gati përgatitur. Kështu që si fillit një paka shumë shtët se kure Argjendi kure ka filluar këtë rrugtim tëndën më konkretisht, të flasim pikës pari për rrugtimin e shkollimit, studimit, deri te përfundimi asajna për profesor, për me qenë. Atëherë në muzikën, ja kom fillu që shi vogël, po besoj mas pari në shkollë, e kanë vrejta talentin them, në ditat shkollës, kur kemi këndu, edhe ka pas arsimtarë që më kanë drejtu edhe të shtëpis, familjarë që më kanë drejtu drejt shkollës muzikës, ku ja kom nisë shkollën e muzikës e kom kry në Pej, në Halit Kasapol, edhe pastaj e kom vazhdu fakultetin në Pej, në edukim muzikur. Kurse, me njëherë mas fakultetit, e po ta fatin me hyrë edhe në punktën në gjimnaz Haxhi Zeka, edhe mirë, kështu në përgjithësi. Kush që iniciatori që të ndjekësh një rrugtim muzikor, ose ai që cili javnoj piken ati profesioni, apo ishe ai ti që ngule që ta ndjekësh këtë rrugtim? Unë qysh se fëmija ashtu e kom pas ëndër atë skenën, e kom pas idenë që çka du, edhe familjarët e kanë vrejt mas sportit që kam prirje, edhe pastaj edhe në ditat shkollës asi thoshin që po kënan mirë, edhe vendosa me ndjek rrugën e muzikës. Argjend, është të kompletuar muzika me studimin e profesionit të muzikës? Duke qenë profesor, edhe muziciant, edhe këngëtar, është i kompletuar? është i kompletuar, por është edhe i komplikuar faktikisht. Edhe i komplikuar sepse për shembull na kemi kryer për klasike. Po. Fakultetin, kështu që ka një farë dallimi kogjasi të madh muzika klasike me muzikën popullore, po thojmë popullore, s'po thojmë tallavasi, se do pjecej tallava pi thojnë krejt. Kështu që popullore. Si e sheti tash si profesor, një muzikant ose një këngëtar i cili nuk e ka studiu ndoshta lamin e këtij profesioni. Si e sheh, është i mangët në dijenin apo në vetëdijesimin e këtij rrugtimi? Po mundet me qenë diçka ndonjë mangësi për shembull për punë të notave, kështu mirë, po muzika ka këngëtar shumë që janë me famë që nuk kanë shkollë muzikës, po kënojnë shumë mirë. Po. Kështu që është në pyetje pak edhe veshje, është muzikaliteti, nuk e besoj që ka rëndësi edhe shumë te muzika popullore. So është pak edhe me të lindën, është, nuk do të thonë vetëm me shkollë. Po në anën tjetër të ndihmon, për shembull, edhe shkolla e muzikës është një plus i madh. Fakulteti i muzikës, nëse e njeh muzikën tamam ashtu. Po besoj që është një plus i madh. Argjend, si ka nisur dashuria jote për muzikën? Kush ka qenë ndoshta një inspirimi yti që ty ta ka shtu ndoshta çdo ditë atë dashurinë që studiosh, por edhe t'ja fillosh rrugtimin tënd si këngëtar? Si vogël kur i kom pa tu performu këngëtarët. Po. Edhe me njëherë kom paramendu veten atë në vend tyne, do të thonë gjumin ashtu s'm ka marrë të paramendu veten të në skenë si. Edhe po besoj që me punë edhe me angazhim jam të ja dal. Edhe po besoj që ka më shku mirë. Si po kalon në periudhën e mësimdhënies? Mirë. Sa janë ata artdashës, pasi që muzika është art? Faktikisht jam i befasum se ka kogja shumë talenta i stoku. Tash po e di ma mirë që po e di ma mirë që jam aty me fëmijë. Edhe me të vërtet ka shumë talenta. Ka të angazhum
në orën e muzikës e kemi shumë atraktive, mundohemi me këndu, me kush ka interesim, normal merrem pak më shumë, po në përgjithësi është mirë. Sa i keni kushtet minimale për të mbajtur orët mësimore rreth këtij profesioni? Unë kur ja kom fillu, me njëherë mi kanë plotësu që ato kërkesa që i kom pas, që me mujt me majt një orë sa më të mirë. E kemi edhe në kabinetin e muzikës, e kemi pianon aty, e kemi autoparlantin që ka dikush për këndim, prirje. Se ne si prind, kur ja vdojmë fëmijëve orarin edhe shohim lantën e muzikës, na mendojmë që veç hajt me shku, a? Ka më kalu ora muzikës një kënim Po jo, mundohem ja bo atraktive, se nëse shkojmë vetëm me mësime, se ashtu tani nuk dallon shumë pej Po lantëve gjitha tjera. shkollat ndoshta nuk i kanë edhe ato pjesë ku fëmijët mund t'i qasin në për instrumentet ndryshme që ata dhe ta gjejnë ndoshta veten brenda një instrumenti. Po besoj që viteve të fundit ka ma shumë kanë instrumente sepse tash ka edhe arsimtar ose profesorat shkollum që janë adekuat për muzikë. Për muzikën, po. Po se ma herët nuk ka pas, Jo, ka pas qenë mungesë, shumë të mangët. ka jap dikush muzikë, që apo di edukatës fizike ose I gjuhës angleze. I gjuhës angleze. I matematikës. Edhe normal që nuk u konë kërkesa edhe me pas instrumente piano ose diçka se... Po, a i vetë kish mujt me qenë adekuat. Po, tashti është ma mirë, është ma mirë. Cili ka qenë një moment veprimtar që ju shtyju që ta ndiqni karrierën si këngëtar dhe si profesor muzike? Ndoshta momenti ka qenë të ahenjit familjare kur jemi konë musafir. Edhe ma kanë jep rastin me këndu ndë një 4-5 këngë aty. Edhe kom po që mdojnë publiku edhe kom vendosur që mos mu ndalë. Do thonë pikërisht ka qenë kur kam qenë musafir, ma kanë jep ndonjë këngëtar rastin edhe kështu. Si e kalon atë pjesën e ahenjeve familjare edhe a mendon që e jepni ju maksimumin e atyre që kërkojnë, apo ndonjëherë ndodh që ata t'jenë më shumë kërkues e ju më pak afrues ose kundërta? Në përgjithësi është mirë, edhe na çka jemi të ri mundohemi besoj me dhoni 100%, se kem qef me tregu veten. Unë për veti po flas nuk kërsejna as pak. Se kam qef me unda dasmori i knaqun, edhe kështu shkon puna, se ti kur të performojsh mirë një dasëm, besoj dasma tani e nxjerr dasmën që thojnë. Kështu që mundohemi me dhoni 100%. Si është që ta kombinoni mësimdhënien me karrierën skenike? Po mirë është ka njëherë i ka ato sfidat e veta, se ka njerë po duhet më rujt edhe çka postojmë, çka qesim, se tash edhe profesor në gjimnaz, ka pak duhet më rujt. E vërtet, ndodhë që ndoshta edhe me nxënësat është një parqasje. Ka njëherë ku të postoj ndonjë video si e llogariti mirë, që a muj me postua jo. Mendon mirë, po, çka. Që ndoshta ma herë se ko menu shumë. I ka ato sfidat e veta. Kjo provoja e mësimdhënies, si e përjetoni atë provojën atë rolin e një profesori, që ka dhe një pjesë të muzikës, por dhe ndoshta cili është një instrument që i flesni më shumë dashuri, ose një zhandër i muzikës tek nxënësit që dëshironi ta depërtoni, apo t'ju jepni edhe atyre një shembull që ata të tradicionalen të mos ta anashkalojnë, pasi që ata janë nxënës të rinj, ju i ri, gjenerat e re. Po, me të vërtetë është një përvojë e mirë, është edhe interesante pak se unë jam që një vet ashtu, një vet i kom bush që kam hinë punë. Mundohem me piano, mundohem ka pak edhe instrumentet tona folklorike mos mi harru. Çifteline, kemi edhe një çifteli aty. Mundohem ka pak edhe me instrumentet tona. Po ti cilin instrumentet don më shumë edhe performon më me kënaqësi? Po, unë në shkollë të mesme kam pas violinën, po tani nuk më lidh shumë violina me studime, se tani në përgjithshme. Kështu shiftelin, spari si fëmija kom nisë ka pak me shifteli, mirë. Ndoshta violina dhe nuk është një diçka që të mban në trend, të mban në skenë, është një diçka që interpretohet ndoshta dhe përdoret pak më rrallë, ndoshta mi me thonë.
Mendoj që çiftelia të mban gjithmonë aktiv. Po, çiftelinë dojnë si të janë një pak tingullin, e kem në ashtu, e kem Unë në e gjak. para. E kem në gjak ashtu. Okej. Pasi që e kemi këtu, ku kime performu një pjesë. Po, provojmë diçka s'është problem. Sajna, kur ti të shësh pak edhe veten që je më i gatshëm. Çfarë është më sfiduese kur punon me të rinjët argjend? Sepse ata janë pak një botë më ndryshe. Sfiduese është një pjesë për shembull se unë jam pak i ri edhe ata mundohen pak Me shfrytzu atë po me pjesën. shfrytzu atë favorin nëse çapo di, mundohen pak si shok, po aty jemi në mësim, kështu që duhet me ditë pak me i dallu. Po, e vërtet është. Ata kur shohin një mësimdhënës që është një gjeneratë dhe një moshe 3, mundohen pak me kriju një farë komoditeti që hajt i ri edhe ne jemi 3, krijojmë atë lloj miqësinë dhe shoqërinë ku ndoshta edhe e neglizhojnë edhe pjesën që t'jenë më korrekt. Po, më korrekt. Po, në përgjithësi kështu edhe pse jo më i rin këtë profesionin e mësimdhënies, po kaloj shumë mirë. Edhe këtu në stog janë zoncat e mirë, janë goxha të edukum, kështu që shumë mirë. Kjo është më rëndësishme, e cila ta lehtëson edhe ty punën. Normalisht po. Kur nxënësi vjen me një edukat ashtu të gatshme, është më e lehtë edhe për ty. Si e përshkruan stilin tënd muzikor, Argjend? Po stili jam është folk pop. Domethënë këto dasmave i kemi patjetër që duhet me i mësu këngët për shkak të performimit që kemi dasma. Po zhondri jam është tamon pop folk. Që të adaptohesh në performancën e dasmave pasi që e kry një këngë dhe kimi ja fillu me një herë tjetrës në bazë muzikës ose po me ushtrime i kemi mrit gjitha repertoarin po dasma ka atë vështirësinë e vet derisa t'ja mësojsh organizimin, hyrjen, zhvillimin, edhe përfundimin. Besoj kur ti je një organizator i mirë, edhe ka më shku gjithçka mirë. Se ka edhe pjesën organizative. Po pjesa rajonale, ki një rajon në Kosovë ku ndoshta për ty është pak e sikletshme çka është performancë, pasi që është diçka tradite ndryshme. Është pak, po jo ashtu ku me diçka, se i kom mësu tash edhe rajone tjera. Normal ku ti jemi këtu ka ona i stogut pej deshan, jemi pak më rahat ashtu se ja u di pak më saksisht. Po si në vendin tonë më. Po në përgjithësi mirë. Edhe unë tjera kaloj mirë. Kaloni mirë. Sa jeni të më thonë të përputhshëm dhe të përshtatshëm me ato çka kërkojnë dasmorët, edhe është një dallim me dasmën, me një ditëlindje, me një aheng familjar ndoshta që mbajnë për një syneti ose për qefi, edhe a vren një dallim ose një diçka dhe ku performon më lehtë? Ka dallim. Faktikisht mu m'pëlqejnë dasmat shumë. Dasmat. Se dha pjesën e organizimit e kam shumë qef që besoj që e bëj mirë. Edhe ka dallim në repertoar për shembull. Tash ti s'mund të shku një naj ose një diçka në ditëlindje me kënu këngë të nusës. Po, pikërisht. Kështu që me njerë është dallimi. Dhe njerë. Po dallimin, po atë adaptimin e këndimit te këngët, kur jeni mësu gjithmonë të jenë këngët dedikume nusës, mande kthehesh për një dedikim të veçantë, një ditëlindje, një diçka. Edhe aty krijohet një farë lloji. Është një farë dallimi, po, është një farë dallimi. Edhe me neja, për shembull me dasma ose me një ditëlindje, ka dallim. Tash ku ti je një familje të një dasëm, ajo mirëpritja nëse të pranojnë tamam si familjar, të jap një farë motivi më të madh që me performu tamam që duhet. E kështu neja i ka ato specifikat e veta. Është pak ma vështirë në varë që është pranë në publiku, se ata nuk jenë orë për hatër dikujt, po pikërisht. Jenë orë më knaqës nej, po. Argjend, cili ka qenë një këngëtar shembull për ty në moshën më 3, para se me kalu në mësimdhënie dhe me arrit kulmin ku ti ke fillu të performosh në dasma dhe të këndosh, dika që ke pasur ti idol që të ka pëlqy, apo që ndoshta ke pasur dëshirë dhe t'jesh ndoshta pak a shumë si një këngëtar? Përgjithësi më kanë interesu që ka jenë publikimet që kënojnë live. Live, po. Edhe i kom përcjellë dasma shumë, jemi nuk prej se cilit me morë ka pak puna organizimit, puna se që shkon një dasëm, jemi nuk prej se cilit ka pak, nuk e kam dikon kështu që me thonë vetëm një këngëtar e kam dëgju, po përgjithësi këta që janë më të mirë edhe kësaj puni i kam dëgju gjithë.
Ke morë paka shumë prej secilit Jo më nu, për po të diçka të mirë më ndërtuar morë edhe atë prej tyne. argjendin e vërtet dhe real. Jo, emi tem ose diçka, mirë po ato specifika që i ka një dasëm, një aheng, jo më nu me mësu ma mirë. Evitim është ai ngjyra e zërit ku Po ka dikush i fiksohet një këngëtar më nuhet se cilin veprim ose zonën e krejt me bo njejt. Ka është mëse e vërtet. Po. Kënga apo tek tekstet, je vetë tek shkruas apo kush punon për tekstet këngëve? Tekstet kom fillu me shkru vetë, po menoj se kërkush ma mirë se për veti, atë nuk e bën, kështu që tekstet po i shkruj vetë, po punona, ka njerë po dalin shumë të mira, tash edhe këngën që e kom shkru vetë. Edhe këngën që do të flasim pak më vonë për projektin e radhës të cilën ti veç je duke punuar për të realizuar. Është e mirë kjo pjesë kur je vetë tek shkruas pasi që vetë din çka don për veten tënde dhe sepse ndodh ndonjëherë që të ofrohet një tekst, një diçka që ndoshta nuk përshtatet as në zonin tonë. Nuk e din edhe saktësisht çka po kërkon, kështu prej vetit e din çka po kërkon për një tekstit, e din përmbajtjen, besoj që është shumë më mirë. Pikërisht. Sa është e lodhshme dhe mundimshme që të merrni pjesë gjatë verës në përdasma dhe si mund t'i menaxhoni ndoshta që kur t'jen të një pas njëshme, si menaxhoni këtë pjesë dhe kë bashkëpunoni? A keni pjesën e instrumentale cilët jeni bashk, grup, apo qysh punon argjendi për dasmën? Po na e kemi grupin, edhe para dasmave përgatitem këgjasi shumë, çdo natë gati se përgatitem për punë që dasmat janë këgjat mundimshme, janë pak gjata. Edhe ashtu që është nëse ki për shembull bjen një javë ditë me këtu në dasma është këgja lodhje, mirë po janë ato 1, 2, 3 derisa të adaptohesh, tani është këgja adaptohet njëri. Tani duket që është obligative, të bëhet si rutinë. Si rutinë që ashtu. Flasim për projektet cilat ti mendon që apo tash në sezonën e verës do të shkosh me këngë dasmore. Por a mendon që mu po më duket pak që ki një pamje baladash? A e don baladën edhe e këndon? Po, edhe ashtu shumë thojnë që të shkojnë të këngët e lehta, baladat, edhe ato i kënej me shumë qejf, po. Pasi që paka shumë janë dolloj karakteresh të njerëzve që me pamje ta dhojnë atë përshtypjen se çka kënan. Po vërtet, kështu më thojnë edhe tjerë për punën e baladave. Se tash argjendin me me thonë që kënan i bjen edhe asaj, na çifti Liz është pak ndoshta më e rëndë. Po e pamje. Për ndryshe si të mësimdhënia, që ashtu ku ti thëm dikuj profesor, ja përse si e. Ndodhin këto, je. Argjend, cilën këngë e ndjen ti që ndikon personalisht në përvojën tënde, edhe a ki ndonjë këngë që e ki pak për zemër, që kur e interpreton ose e këndon? Po, që shta edhe ma herë të baladat, besoj që i përjetoj ma shumë, ashtu emocionalisht, se përquhet edhe të publiku, ai emocioni që e ki të një balad. Baladat e kanë atë emocionin e vetë. Mendimi për muzikën, si është zhvillimin e muzikës në Kosovë? Po ka besoj shumë artista të mirë në Kosovë, edhe është këgja një konkurencë e madhe, që besoj që është e mirë konkurenca, që të shtinë me punu, mirë po besoj që ka shumë të mirë. A mendon se sa të vlerësohet më shumë imazhi apo përmbajtja e muzikës? Po, në ditë e sotit, ka një herë edhe përmbajtje nuk ja dëgjojmë shumë, ose nuk ja kuptojmë, nuk e di, nuk e paragjykoj diçka, dikuj na i pëlqen muzika, ndoshta ritmi. Po. E përmbajtja nuk e qyri. Përmbajtja ma pak. Përmbajtja është shije njeriut. Po të natë rit, po më duket përmbajtja nuk ja dim shumë. Mos mirë te. Ves na pëlqen argëtohem edhe. Po flas për rinin përgjithësi. Po, vërtet, por janë disa këngë që një këngëtar kur fillon të këndoj ka dëshirë që të këndoj diçka jetë gjatë,
që t'jetoj më gjatë. Do këngë që unë po isha në tregun muzikorën për veten, një javë, mendoj që ajo mundet me unë të gjupë, mas një javë. Edhe bo që ashtu, me dëgju një këngë të vjetër, thonë, haloje të dëgju që to. Po ajo se është diçka. Publikohen shumë shpesh këngë, edhe non-stop lyj publiku të reja. Po, vërtet. E nuk e di këngët e vjetra, për shembull, jetojnë shumë gjatë, se kanë përmbajtje, kanë tekst mirë, kanë muzikë të mirë. Kanë punuar edhe kanë një gjatësi shumë të madhe. Tash këngët e reja, një muj, 2, janë këngë sezonale. Sezonale. Argjend, sa duhet një kohë adekuate për të bërë një këngë të mirë, por edhe një videoklip të mirë? Po pjesa e shkrimit tekstit është interesant, ka njëherë ndoshta të vjen aty moment. Po. Edhe ndoshta e shkruan shumë shpejt, ka njëherë mundohesh me kop me shkruaj diçka, pos nuk të vjen. Është punë pak edhe motivi. Punë motive. Ka njëherë ndoshta për 20 minuta shkruan diçka shumë të mirë. Po realizimi një videoklipi, sa të merr kohë? Realizimi i videoklipit është kogja i vështirë. Sa është i mundimshëm dhe i sikletshëm që ajo pjesë? Është i mundimshëm se na mundohem edhe me dalë mirë edhe po në skenë edhe po. Ndodh që me qenë edhe detajist, ndoshta në pjesën e dukjes, të ambienteve. Të ambientit. Është pak ajo pjesa me zgjidh ambientin ku me. A mendon që Kosova ka vendet më të mira ndoshta për realizimin e videoklipeve? Ka shumë të mira, për shembull na natyrën e kemi shumë të bukur. Po. Nëse kemi për natyrë kështu, po për pjesën e detit, mujmë edhe në Shqipnik që ku i kemi. Po, pikërisht. Po. Hapër. Po se këto këngët verore lypin ka pak ujin, detin. Po, e vërtet është. Argjend, a je gatshëm për të na bërë një interpretim me Po mundohem. Kogja ka disë ko me interpretu, kështu. Këto ki me interpretu, se. Në shkollë po mundohem ka pak aty me mësu na i kanë, po mirë. Ata po kanë dëshirë, po shprejnë vullnet? Po, ka që kanë dëshirë, po. Kanë për me performu? Po. Edhe sa ki durim në atë pjesë që ti ushtrash për mi ra një instrumente? Po ka njëherë është pak problematike. Do shta ta mendojnë që fill do shumë mësu, po nuk kanë durim hiç. Që du të një rrugtim i gjatë për më mësu. Ka njëherë kur të merr dikush në instrument pianos, diçka lesës koknane për të po ka dole se. E pikërisht për ata. Do të ushtrime. Për ata dhe fyta se a kanë ata durim, po dhe a kite durim për mi mësu se ata fëmijët, ndoshta fëmijë ju thonë se gjimnaz nuk janë edhe fëmijë. Po. Pjesën e adoleshencës mendojnë që për 1-2 ditë krejt këta që ka ju bin instrumenteve të ndryshme, na mendojmë që kanë lindë të mësumë. Ja, instrumenti ka shumë punë. Ai që është një instrumentist i mirë, besoj flan me instrument që shumë do të ushtrime. Dan performancë. Pasi që edhe Fatmir Makollin, kur ka qenë në studion të na, në emision të imin, për me performu, është dashke me prit një herë, me mor atë pjesën e muzikës që dojë ke për me interpretu, për me dalë diçka bukur të publiku. Edhe njeri është i profesionist i lindun, i rritun e thues, në pleshni të shku me të njëjtin instrument në dorë. Argjend, se i gatshëm, kam dëshirë që të bëjmë një performancë shkurtër me Çifteli. Faleminderit për performancën tënde me instrumentin ndoshta më dashamirës të kombit shqiptar. Mundu pak disa sekuenca. Sekuenca të bukura. Këngë të ndryshme, po. Të bukura. Jemi Argjend në pjesën e fundit të intervistës, ku dua të flasim për projektin më të ri, i cili është lancuar, ku do të ndjekim edhe këngën, por unë dua që ti ta prezantosh me këngën, me projektin, me realizimin, me ata të cilat ke bashkëpunuar rreth realizimit të videoklipit dhe për në fund tani për të ndjekur edhe këngën, të cilën është e re për ty. Atëherë tekstin e këngës Katile e kom shkruane, edhe vjen melodike e kom bëne, kurse punën e muzikës titullohet Katile, po. Okay. Kurse muzikën e ka bo Ardonez Zikolli, është një djalë i ri, një talent shumë i mirë dhe e ka bo një punë shumë të mirë.
Okej. Sa je i kënaqur me projektin? Po shumë i kënaqur, tash është lancu edhe besoj që publiku ka me pëlqy. A është më shumë ritmike? Po, është ritmike, kështu është këngë dashurie, mirë po është ritmike, është tamam verore kënga. Sa ke kërkuar ti perfekcion tek ky projekt? Po jo mundu në detaje bashkë me Ardonisin, edhe ai më ka ndihmu për ndonjë ide se ç'është më me kënu më mirë, edhe besoj që e kemi punu mirë. Do të thotë ti je i kënaqur? Po, shumë i kënaqur, po. Okej. Atëherë më vjen mirë mo. Që ti ke arritur të jesh i kënaqur me projektin tënd ku dhe ke punuar. Planet e tua për si vjet për këtë sezon, sa është i gatshëm Argjenti që të kontribuoj rreth çdo dasmë ku është i ftuar? Po jemi tu përgatit mirë për dasma, edhe ato që i kom marrë besoj që keme kalu mirë, po i kime edhe data të lira aty, tash nuk i dihet pak edhe që pjesën e muajit qershorit besoj që i rezervojmë gjitha datat. Po. Kështu që mirë, po besoj që keme kalu mirë. Cili kish me qenë mesazhit për nxënësit tu, si profesor, për ardashësit të cilët e duan muzikën dhe projektet e tua dhe atë që ti ofron për publikun dhe për gjithë ata që ta adhurojnë? Po mesazhi jam është mas pari me dashur muzikën, edhe klasikës, aty kemi edhe muzikë klasike normal. Edhe mesazhi tjetër është që ai që mendon ose ato që sugjerojnë që ka talent për muzikë, patjetër e ka përkrajen time 100%. Edhe nxënësat e dinë këtë punë që ai që ka prirjen e përkroj me gjithë zemrën kështu. Të lumt. Sa kanë qenë edhe familjarët, me qenë se e the edhe në fillim që kanë qenë të kënaqur për këtë rrugtim, po sot ata janë të plotësuar prej kësaj lamie për ty? Po besoj ata janë të lumtur për suksesin tim deri se janë të prindë që dojnë mi po fëmijë doktora të profesione ndryshme ku muzika ju duket pak. Më kanë rrit më njëherë që kom qef ashtu në muzikë dhe s'ma kanë prish asnjëherë, besa më kanë përkrah. I falenderoj shumë për këtë pjesë. A ki Argjent edhe dikun që ta falenderosh për punën dhe projektin me kësh punuar? Projekti, po mendon për punën e videoklipit. Videoklipin e ka kry Fontana Production. Jemi shumë i kënaqur me videoklipin. Jeni ndarë të kënaqur? Po, shumë mirë. I falenderoj shumë. Atëherë Argjent të dëshiroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Një verë të mbar me dasma, me angje familjare ku ju aty ndjeni veten edhe më komod, por edhe një përmbyllje të vitit shkollor me sukses, të nxjerrin pa nxënësa të talentuar në këtë drejtim, pasi që na duan, edhe pse është konkurrencë e madhe, prapë secili e ka atë ngjyrën e vet të muzikës, arti shumë ngjyrash është vetë jetë. Gjithkush e ka atë riskun e vet, që thonë. Gjithkush atë pjesën e vet, edhe sa më shumë ngjyra të shtohen estradës edhe pjesës muzikore, aq më i bukur do të jetë arti. E ke pa kur vizatojmë diçka, sa më shumë ngjyra shtojmë, aq më mirë shtohet pamja e asaj. Dëshiroj shumë suksese në rrugtimin tënd. Shumë faleminderit Margon, faleminderit shumë për ftesën, ju dëshiroj suksese. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi që të kishim në studio dhe që ndam shumë çka që ndoshta do të shesh edhe shembull edhe për gjeneratën tënde, që dhe ata të një ditë të ndjekin hapat e Argjentit dhe të mbrijnë profesor, në këngëtar dhe në shumë çka. Për fund të intervistës, këngën Katila, do ju thonë që ngëne sa të mundeni. Po ngëne, është kënga sa po ka dalë, edhe besoj që po ju pëlqen, mesazhet mira kam, kështu që të shohim shpejt. Faleminderit shumë. Edhe unë uroj shumë suksese në këtë projekt. Faleminderit shumë. Mesia. Atëherë të dashur shikues, për fund të intervistës me Argjentin, dua nga regjia që ta transmetojmë këngën e Argjentit Katile, e cila është realizuar nga Fontana Production, dhe ju urojmë shumë suksese. Në fund të intervistës të ndëgjojmë këtë këngë, të kënaqeni të gjithë me një projekt të ri të realizuar dhe shihemi në javën e ardhshme. Mirëmbëjtje. Ma more zemre, ma more, të kam dash pa hile, të dua dhe të urej, por nga zemra s'muj me tek. Ma more zemre, ma more, të kam dash pa hile, të dua dhe të urej,
të du hala, ky shpirë po vune zemra do me mblas. Nëse dehem për t'i shprehem, ndjenjat rriten jo nuk zbehen. Asi kur ta dije se të dua, do të rije për gjithmonë me mua. Asi kur ta dije sa të dua, do të rije për gjithmonë me mua. Ma more zemre, ma more, të kam dash pa hile, të dua dhe të urej, por nga zemra s'muj me dhej. Moj gati, gati, gati le, sonte për ty une jam dhe, i që i gota ti gani, për dashni, po vuj për dashni. Moj gati, gati, gati le, sonte për ty une jam dhe, i që i gota ti gani, për dashni, po vuj për dashni.